Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Dersën e kalum të tri parimeve e morëm definicionin e ibadetit, adhurimet. Edhe thamë se është shumë e rëndësishme ditë se cili është definicioni apo përkufizimi i adhurimit. Çka është adhurim? Për arsye se kjo ndihmon ty shumë gjatë jetës tënde me ditë çka quhet adhurim ose çka është adhurim me cilën ti do të më ofro Allah subhanahu wa taala. Me kërku mëshirën e Allah subhanahu wa taala, faljen e tij. Përmes të adhurimit. Çka kena thonë? Cili është definicioni i adhurimit? Është ama përmbledh, që përmbledh çdo gjë që do Allahu për fjalëve edhe për veprave të jashtme të brendshme. Kush e ka dhënë këtë definicion? Ibn Taymija. Kena dhënë një definicion tjetër, mirë po kemi thonë definicioni më i mirë është ai që e ka dhënë Sheikhul Islam Ibn Taymija. Ibadet adhurim është çdo gjë, është emër përmbledh për çdo gjë që Allah e don dhe është i kënaqur me të, prej veprave dhe fjalëve, apo prej fjalëve dhe veprave të jashtme dhe të brendshme. Pastaj i lexu disa prej adhurimeve që i kanë përmend autori, të cilat duhet t'i kushtojnë vetëm Allah subhanahu wa taala. Edhe nëse ato adhurime i drejtohen dikujt tjetër përveç Allahut, atëherë njeriu bëhet mushrik. Do të bën shirk të madh. Edhe gjitha këto adhurime që kemi më marrë inshallah, që kemi më shpjegu, hinën këtë definicione që e ka sjellë Sheikhul Islam. Ato që i përmend autori që i lexuam dersën e kaluar. Edhe një gjë tjetër më rëndësishme që kemi përmend dersën e kaluar ka qenë ndarja e duas. Në sa lloje duaja? Të adhurimit atë kërkesës. Po. Do ndohen dy lloje, dua al-mas'ala, duaja e lutjes, edhe dua al-ibade, duaja e adhurimit. Çka kemi thonë këto dy dua, çka dallojnë njëra me tjetrën? Është si ka një atë rububie me uluhie. Po. Qysh? Doja kërkesës e dënë me do mësë doja në adhurimit. Dërsa doja kërkesës e përshim. Doja kërkesës përshim doja në adhurimit. Po. Doja e lutjes, doja al-mas'ala, e kërkon me do mësë dhe doja në adhurimit. Kurse doja e adhurimit e përfshin doja në kërkesë. E përfshin vetën e saj doja në kërkesë. Për shembull doja e adhurimit, çfarë mund të quajt? Namazi, për shembull. Në momentin kur falemi, na adhurojnë Allahun, po të njëjtën kohë na e lutim Allahun. Po përmes këtij namazi na kërkojnë pe Allahut që Allahu më na mëshiru, më na dhon xhenetin, edhe kërkojnë pe Allahut që më na mbrojt prej xhenemit, më na mbrojt prej hidhrimit të tij kështu. Prandaj duaja e adhurimit e përfshin duan e lutjes. Kurse duaja e lutjes është kur ti kërkon pe Allahut, ti ngri durt edhe lut Allahun që më dhon diçka. E kjo e kërkon me domos duan e adhurimit. Pra nëse ti lut Allahun, atë ti vetë ke adhuruar ato. Prandaj nëse kjo lutje i kushtohet dikujt tjetër veç Allahut, atëherë ti ke adhuruar atë tjetrin, të cilët po i lutesh. Prandaj kemi thonë është më rëndësimi i këto dyja për arsye se ata të cilët i adhurojnë tjerë përveç Allahut, kur ju thu çysh po i lutesh ti dikujt tjetër veç Allahut, çysh po ja drejton doat lutjet tua? Ai thot edhe i sjell argumente për Kur'anin që nuk lejohet me lutje kundër veç Allahut, thot qëllimi me këtë dua që unë përmend këtë ajet është duaja e adhurimit. Unë nuk po adhuroj ato, unë po e los. Kështu që është e lejuar. Atë ne i themi duaja e lutjes e kërkon me domos duan e adhurimit. Prandaj nëse ti e lut, atëherë ke bërë shirk Allah subhanahu wa taala. Në kështu më radh. Pastaj autori fillimisht tham i përmend thot wa anwa'u al-ibadati allati amara Allahu biha, llojet e adhurimeve me të cilat ka adhuruar Allahu, edhe i përmend tri kryesore, thot mithlu al-islami wal-imani wal-ihsan, siç janë islami, imani dhe ihsani. Pra këto trija, që e dim që është krejt feja, ose e përfshin krejt feja në Allah subhanahu wa taala, këto tri gjëra, islami, imani edhe ihsani. Që ka në hadithin që transmeton Muslimi prej Umar ibn al-Khattabit radiallahu anhu, i cili thot: "Bainama nahnu 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
Dhata yawmin idh tala alejna rajulun shadidu bayadhi thiyab. Thot kemi qenë një ditë duke qëndru ulun te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe duke qenë në gjendje, thot ka ardhur një njeri i cili i ka pas teshat rrobat shumë të bardha. Shadidu sawadi ash-sha'r, kurse flokët i ka pas shumë të zeza. La yura alayhi atharu as-safar. Thot tek ai nuk vreheshin gjurmët e udhëtimit. Po rrobat e bardha nuk është udhëtar, se sikur të kish udhëtuar atë ju kishin pluhnos rroba. Flokët e zeza gjithashtu nuk i kanë bë pala. E thot wala ya'rifuhu ahadun hatta jalasa ila an-nabi. Thot as nuk vreheshin gjurmët e udhëtimit tek ai, mirë pas nuk e njehshim asnjëri për njëve, pra nuk ka qenë për banorët e Medinës. E thot, ai vazhdoi këmes deri sa ardhi Allahu te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Thot edhe i mbështeti dy gjunjtë e tij te gjunjtë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi. Edhe i vendosi durët e tij mbi dy kofshët e tij. Pra ose i ka vendosur mbi kofshët e tij ose mbi kofshët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çu komentojnë dietar këtë hadith. Qala ya Muhammad akhbirni an al-islam. Thot edhe ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thonë o Muhammed, më trego se çfarë është Islami. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Atë pejgamberi ju ka përgjigj ka thonë Islami është me dëshmu edhe me thonë la ilaha illa Allah Muhammadan rasulullah. Wa tuqimu as-salah. Edhe wa tuqimu as-salah edhe me fal namazin. Wa tu'ti az-zakat edhe me dhon zakatin. Wa tasuma Ramadan edhe me agjëru Ramazan. Wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila edhe me bë hax, me vizitu Ka'bën, po me kry haxhin nëse ke mundsi. Qala sadaqt. Atëra i ka thonë pejgamberi të vërtetën ata. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Thot atëherë na jena çudit. Thot edhe pe pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe po i thot vërtetën po e thon. Po çysh ka mundsi kështu. Po kërkon përgjigje kurse po i thot vërtetën. E ke thon. Qala fa akhbirni an al-iman, edhe ka thon pastaj më trego se çfarë është imani. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Ka thon imani është me besu Allahun, me laqet engjëjt e Allahut, librat e Allahut, të dërguarit e tij, ditën e fundit edhe me besu kaderin, të mirin edhe të keqin e kaderit. Pra ajo që na duket e mirë, që na përshtatet edhe ajo që nuk na përshtatet. Qala sadaqt. Atë prapi ka thonë vërtetën atë. Qala fa akhbirni an al-ihsan. Atë ka thonë më trego se ç'është është ihsani. Qala an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Thot me adhuru Allahun sikur po e sheh. Sepse edhe pse ti nuk e sheh Allahun, ai të sheh ty. Qala fa akhbirni an as-sa'a. Atë ka thonë më trego për kiametin, kur po më ndodh. Qala mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il. Thot ai cilin po e pyet nuk din më shumë se sa pyetsi. Po kur ndodh kiameti nuk e din askush, përveç Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa akhbirni an imaratiha. Atë më tregon cilat janë shajrat. Cilat janë shajrat e kiametit. Qala an talida al-ammatu rabbataha. Kur bresha e lind zonjën e saj. Wa an tara al-hufata al-urata al-ala ri'a ash-shah yatatawaluna fi al-bunyan. Thot edhe kur kemi pon ata që deri dje kanë qenë këmbëzbathur, kanë qenë zhveshur, dvarfur, do çoban deleve, dhanëve, thot edhe kanë ushtyr, kanë me garu me njëri tjetrin kush po bën ndërtesa më të larta. Thumma talaqa fa labithtu maliyan thumma qala li. Thot edhe pasaj ka shku personi dhe kum qëndru një kohë, pasaj thot pejgamberi sa më ka thonë mu, ja Umar atadri man as-sa'il. O Umar, a din kush është ky personi që pyeti? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ka thonë Allahu edhe i dërguari i tij e din më mirë. Qala fa innahu Jibrilun ataakum yu'allimukum dinakum. Thot kjo është Jibrili i cili erdhi t'ju mësoj ju fenë juaj. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto tri gjëra po tregon se janë gjitha janë vetë feja. Pra arsye se këto tri gjëra e përfshin edhe përmbledhin në veten e tyre në krejt fenë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Mirë. Pastaj
kemi fillu mi përmend disa prej adhurimeve detaje, cilat i përmend autori. Po këto ishin përgjithësi feja Allahut subhanahu wa taala. Pastaj autori përmend një nga një gjitha adhurimet, cilat ne i kemi obligim ja kushtu Allahut subhanahu wa taala. Edhe adhurimin e parë që përmend është duaja. Al-mu'min hu du'a. Prej adhurimeve që ne duhet m'ia kushtu Allahut subhanahu wa taala është duaja. Edhe sjell argument për këtë. Ne kemi folur për kësaj ndesën e kaluar, kështu që nuk po zgjerohemi më shumë. Nuk po zgjerohemi më shumë as rrasana. Mirë, po çka thot autori? E sjell në ajet wa qala rabbukum wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Dhe dijeni se vendet e sejdës apo gjymtyrët me cilat ju bëni sejdë janë për vetëm për Allahun. Prandaj mos e bëni dua askën tjetër përveç Allahut. Ai tham që është shëruar në fillim dersit, duaja këtu i përfshin dy llojet e duas. Duan e lutjes edhe duan e adhurimit. Duan e lutjes edhe duan e adhurimit. Mirë. Pastaj autori po thotë se kush ja kushton një pikë këtyre adhurimeve që kemi përmend në rand, një nga një edhe me argumente pikë Kuranit, dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala atë ka boshë. Por arsye se Allahu neve na ka urdhëruar që prosejdet, lutjet, adhurimet tona m'ia kushtu vetëm Allahut, m'ia kushtu vetëm Allahut subhanahu wa taala. Edhe pastaj e sjell një argument tjetër për këtë. E që është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thotë ad-du'a mukhul ibada. Duaja është thelbi, esenca apo origjina e adhurimit. Origjina e adhurimit. Mirë, po kemi thonë që ky hadith është daif për kuptimin e kot. Po hadithi është daif, mirë, po kuptimi i tij është i saktë. Për arsye se ka një tjetër hadith që është i saktë, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ad-du'a huwa al-ibada. Duaja është vetë adhurimi. Duaja është adhurim, pra është vetë adhurimi. Prandaj kjo është kuptimin e ka më të fuqishëm se sa kur themi duaja është thelbi i adhurimit. Për arsye se këto po tregon se duaja është vetë adhurimi. Pra, nëse ti e bën dua Allahun subhanahu wa taala, atëherë ke adhuruar Allahun. Kundërta, nëse adhuron dikon tjetër përveç Allahut, nëse bën dua dikujt tjetër përveç Allahut, atëherë ti e ke adhuruar ato dhe ke bërë shirk. Pra ke adhuruar ato në vend të Allahut subhanahu wa taala. Kështu që do thotë na këtu nuk po zgjonohem më shumë rreth kësaj, mirë, po ajo që duhet me cektum, e që është më rëndësi, është se autori kur i sjell këto argumentet për me tregu se adhurimet i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala, këto lloje të adhurimit e para që është duaja, pastaj tjera që kemi përmend më rënd, kur i sjell argumentet, do të më di se argumentet që i sjell autori janë dy lloje, pra ose mënyra argumentimit është dy lloje. E para është se autori s'pari e sjell një argument prej Kuranit për me tregu se kjo çështje, kjo meselë është adhurim, është ibadet. Kjo çështje është adhurim. Për shembull, nëse e marrim frikën, me pas frikë Allahut subhanahu wa taala. Sjell argument prej Kuranit që më tregu se frika është adhurim. Frika është adhurim, pra hyn në definicionin e adhurimit. Ose shpresa, hyn në definicionin e adhurimit. E përderisa do thotë frika ose shpresa hyn në përkufizimin apo definicionin e adhurimit, atëherë neve na lejohet me argumentu dhe me thonë me argumente të përgjithshme wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma Allahi ahada. Do sejdët janë vetëm për Allahun, prandaj mos e bëni dua, mos e adhuroni askën tjetër së bashku me Allah. Mos e adhuroni, mos e bëni dua së bashku. Ose e sjellëm argumentin prej hadithit, ad-du'a huwa al-ibada. Duaja është vetë adhurimi. Ose sillim ajetin tjetër ku ka rabbukum ud'uni astajib lakum. Edhe Zoti juaj ka thonë lutmuni mua, bëni dua mua, unë ju përgjigjem juaj. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati yadkhuluna jahannama dakhirin. Ata cilët mbajnë mua, tregojnë mendje madh ndaj adhurimit tim, kanë me hyrë në xhenem të poshtruar, kanë me hyrë në xhenem të nështruar. Pra spari e sjell argumentin që tregon se filon çështja është adhurim, pastaj na lejohet neve që me pru argumente tjera të përgjithshme që tregojnë se këtë adhurim nuk lejohet m'ia kushtu dikujt tjetër veç Allahut. Për arsye se adhurimet i takojnë vetëm Allahut. Edhe i sillëm këto ajete që i përmendëm më lart. Prandaj ai që këtë adhurim ja kushton dikujt tjetër veç Allahut është mushrik. Lloji i dytë është, do të thotë argumenti që është më i veçantë. E ky është
çdo lloj prej llojeve të adhurimeve për cilat ka argument veçantë se ai i cili ja kushton këtë adhurim dikujt tjetër përveç Allahut, atëherë ka bërë shirk. Apo argumenti i veçantë i cili tregon se me këtë adhurim është obligim për çdo musliman me njësu Allahun subhanahu wa taala. Edhe nuk i lejohet me ja kushtu dikujt tjetër përveç Allahut. Edhe kështu duhet muslimani me vepru kur t'i flet dikujt rreth tauhidit, ose kur t'i flet rreth shirkut. Pra kur fillon me argumentu, vepru argumente shumë llojshme. Mos vepru vetëm një lloj të argumentimit. Vepru shumë llojshmëri të argumentimit. Pra spari sjell argumentimet të përgjithshme, pastaj sjell argumente të veçanta, pastaj ose sjell argumente i cili tregon se vetë ky adhurim nuk i lejohet dikujt tjetër përveç Allahut, me ja kushtu dikujt tjetër përveç Allahut, ose do thotë sjell një argument tjetër i cili tregon se kjo gjë hyn në adhurimin, pastaj Allah ka thonë që adhurimet nuk guxon kujt tjetër me ja kushtu përveç Allahut, pra kur ti fol dikujt i cili do thotë adhurës varret për shembull, varreve ose ata që janë bestyt, po që besojnë në bestyt edhe besojnë që lejohet me lut dikujt tjetër përveç Allahut, kur t'ja sjell vetëm një mënyrë të argumentimit, ai mundet me thonë te ke kuptuar këtë ajet ose këtë hadith. Do nuk e ke kuptuar mirë. Pra në këtë mënyrë të kundërshton. Mirë, por kur ti sjell ti lloje të shumta të argumente edhe të mënyrës të argumentimit, atëherë argumente fakti forcohet edhe më shumë, edhe ai nuk ka mundësi me të kundërshtuar. Pra i sjell fakte prova të qarta që ai më nuk ka mundësi me të kundërshtuar. Prandaj është mirë kërkuesi i dijes ose ai që do të mëson rreth tauhidit, mëson rreth shirkut, më mësu mënyrën, më mësu argumente dhe mënyrën se si argumentohet me to. Pas pari më mësu argumente që janë të përgjithshme, pastaj ato që janë të veçanta e kështu me radhë. Pastaj autori vazhdon thotë, edhe mase që folëm për doan, pra nuk po zgjerohem më shumë, pra argumentin e duas edhe si ndo doja kena fol dersën e kaluar. Pastaj thotë wa dalilul khawfi. Argumente që khaufi, frika, duhet t'i takoj vetëm Allahut, është qaluhu ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Pra sura Ali Imran ajetin 185. Mos ju friksoni aty na thot Allahu, mirë po friksoni vetëm mua, nëse ju jeni besimtar. Mu friksoni vetëm mua nëse ju jeni besimtar. Pra frika, qysh e dim gjithë, është një ndjenjë e cila ka plonjerin kur i friksohet, ose e pret që dikush ose diçka me dëmtu ato, apo më shkaktu vdekjen, apo me lëndu. Kjo është frika. Edhe autori për sjell këtë ajet, po tregon se frika, më ju friksu dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala është ndaluar. Pra frika, më ju friksu Allahu subhanahu wa taala është një gjë me cilën na ka urdhëruar Allahu. Çka vot Allahu wa khafuni. Friksohuni vetëm mua. Apo vetëm mua mu friksoni. Po spari po na ndalën fat fela të khafuhum, mos ju friksoni atyne. Pra qafirave, shejtanave edhe miqve të shejtanave. Për ju besimtarëve mushrikëve. Mos ju friksoni atyne. Allah po na ndalën këtë. Wa khafuni, mu friksoni vetëm mua. Po këto Allah subhanahu wa taala po na urdhon. Por derisa Allahu subhanahu wa taala po na urdhon, atër çka kuptojnë për kësajna? Allahu po na urdhon që mi pas frikë vetëm Allahun. Çka kuptojnë për kësajna? Kuptojnë që Allahu po e pëlqej ka këtë punë. Allahu po e doj ka që na mi u friksu vetëm Allahut. Allahu ka i kënaqur me neve kur na i frikson vetëm Allahut. Prandaj në këtë mënyrë do thotë e kuptojnë që frika hyn në definicionin apo për kufizimin e ibadetit që e tham fillimdisht. Për arsye se e tham ibadeti është emri i përgjithshëm, përmbledh, që mbledh çdo gjë që e don Allahu, edhe është i kënaqur me to. Edhe këtu Allahu po urdhon frikën, përderisa urdhon atëherë po kuptojnë se Allahu e don që ne me pas frikë vetëm Allahun, edhe është i kënaqur me këto. Atëherë piksoj po e kuptojna, pra lloji i parë argumentimit që e tham i përgjithshëm, që frika është adhurim, edhe hyn në definicionin për kufizimin e adhurimit. Përderisa Allah subhanahu taala e urdhon ato. Atë kjo Allah e ka urdhëruar, piksoj me kuptojnë që Allah e don frikën edhe është i kënaqur me to. Pastaj këtë ajet ka është edhe lloji i dytë i argumentimit që e përmend. Ajo është se frika
ose me frikë duhet veçohet edhe të njësohet vetëm Allahu subhanahu wa taala. Por nuk lejohet me u friksu dikujt tjetër përveç Allahut. Pse ku është argumentimi këtë ajet? Se Allah po vazhdon thotë wa khafuni in kuntum mu'minin. Më keni frikë vetëm mua nëse jeni besimtar. Pra Allahu po tregon se për me arrit imanin, atër kusht i këtij imanit është me pas frikë Allahun subhanahu wa taala. Kusht për këtë iman, për me qenë besimtar, pa me arrit imanin është me pas frikë vetëm Allahun subhanahu wa taala. Pra dhe këtë pjesë të ajetit, fundi i ajetit është edhe argument i prerë i qartë që frika do thotë nuk lejohet me ju kushtu dikujt tjetër veç Allahut. Mirë po do të njësohet Allahu, të veçohet me këtë frikë. Askush tjetër veç Allahut subhanahu wa taala nuk lejohet ne si musliman me ju friksu. Mirë po këto janë pyetje se me cilën frikë ne kemi obligim me njësu dhe me veçu Allahun subhanahu wa taala. Ose cila është ai lloj i frikës që nëse njeriu nuk e veçon Allahun subhanahu wa taala me këtë frikë, bëhet mushrik, bëhet kafir dhe del prej fesë të Allahut subhanahu wa taala. Kjo është vetëm një lloj prej llojeve të frikës. Nuk janë gjitha llojet e frikës. E kjo është frika e fshehtë, që shuhen dietarët khaufu sirr. Frika sekrete apo frika e fshehtë. Po kur një njeri i friksohet dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala për një gjë që nuk ka mundësi me dëmtu askush tjetër përveç Allahut. Po dietarët këtë lloj frikës e quajnë khaufu sirr, frika e fshehtë. Për shembull, njeriu friksohet dikujt tjetër që ai mundet me godit me një fatkeqësi. Po me godin veten e tina me një gjë që me dëmtu ato. Me një lloj fatkeqësisë që nuk ka mundësi askush tjetër me godit me atë fatkeqësi përveç Allahut subhanahu wa taala. Pra prej shkaqeve që nuk janë dukshme. Pra Allah subhanahu wa taala shpesh neve na godet, pra ne dim që i gjithë sundimi është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Pra gjithë pushteti dhe sundimi i takon Allahut subhanahu wa taala vetëm. Edhe Allah subhanahu wa taala është ai i cili jep dikujt pi të mirave tina, mirë po Allah subhanahu wa taala është ai pengon apo e privon dikon prej mirësive tina. Pra Allah subhanahu wa taala është i gjithfuqishëm për çdo gjë. Prandaj Allah subhanahu wa taala është ai i cili disa prej njerëzve do thotë i godet dhe ja ulçon disa prej fatkeqësive. E krej këto do thotë njën ose Allah subhanahu wa taala e dërgon këto fatkeqësi përmes shkaqeve që ndoshta robi nuk i din. Nganjëherë i din shkaqet, mirë po shumica në raste në përgjithësi robi nuk i din shkaqet përmes cilave Allah subhanahu wa taala na ka godit me këto fatkeqësi. Për shembull, i vdes dikush i afërt, apo vdes vet ai, apo vdes dikush i ri, dikush i vjetër, o dikuj përfundon e gjeli, dikush smuhet, dikon e goden një fatkeqësi tjetër, do thotë në varë fëmijë kështu me radhë, ai i cili e vepron gjitha këto gjëra kush është? Allahu subhanahu wa taala. Mirë po pse i vepron Allahu subhanahu wa taala? Cilat janë arsyet, cilat janë shkaqet? Ta nuk i dinë. Po këto i din Allahu subhanahu wa taala. Po disa i godet me frikë, disa i godet me luftë, që është për shumë në vende ndryshme të botës. Disa kanë siguri, mirëqenie, mirë po i sprovon me sprova tjera, i godet me fatkeqësi tjera. Kush është ai që do thotë i drejton gjitha këto çështje? Është Allah subhanahu wa taala. Pse vepron kështu? Shumicën prej këtyre arsyeve na nuk i dinë. Po vetëm Allah subhanahu wa taala e din këto. Prandaj ai i cili i friksohet dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala me këtë lloj të frikës, po që është frikë e fshehtë, edhe beson se dikush prej robërve, qoftë i gjallë apo i vdekur, mundet me godit këto me një lloj të piktyne fatkeqësive. Pavarësisht do thotë është që thamë i gjallë apo është i vdekur, që shbesojnë ata evlijate, do thotë që i thonë veli filani, evlijai filani apo zotri filani kështu me radhë, atëherë do thotë ai këtë lloj të frikës po ja kushton dikujt tjetër veç Allahut. Edhe në këtë mënyrë do thotë fillon në zemrat e tyre mu mbjell ky lloj i frikës, ashtu qysh muslimanët e kanë këtë frikë prej Allahut subhanahu wa taala. Po në zemrat e tyre ata ndjejnë njëjtën frikë për të vdekurit që janë të varrosur në varre. Që nëse këta nuk e plotësojnë hakun që e kanë ndaj tyre, ata kanë mundësi mi godit me një prej këtyre llojeve të fatkeqësive. Apo ndoshta këtë frikë kanë edhe prej gjallëve. Këto asnjëherë më mirë
nëse ne i shohim, do thotë ata adhurues të varrave, adhurues të tyrbeve, kur qëndrojnë afër tyre apo edhe larg këtyre varrave të tyrbeve, ata i frikson atyre, pra atij të vdekurit që është aty më shumë se sa që i frikson Allah. Po i frikson që ai vdekuri apo i varrosuri mundet me godit ndonjë me ndonjë prej këtyre fatkeqësive, nëse kjo do thotë nënvlerëson ato. Nëse kjo nënçmon apo nënvlerëson apo nuk ja plotson drejtën hakun që e ka ndaj tij. Prandaj edhe Sheh Salih al-Sheikh këtë sjell në ngjarje që ka ndodhur, edhe pse thotë po për një hoxhi ka kallzuar një kërkues i dijes që u ka në Egjipt, ja ka treguar këtë ngjarje. Po është njëri i besueshëm, thotë është njëri i besueshëm ton, edhe pse thotë nuk tregoj këtë ngjarje që tregojnë disa që i bojnë derset, do thotë kallzojnë ngjarje kështu me radhë. Mirë, po vetëm thotë duam të tregu se në çfarë gjendje kanë rënë këta njerëz që cilët i friksohen tjerëve me frikë fshirtë ashtu siç i friksohen Allah subhanahu wa taala musliman. Edhe thotë një ditë kam hyrë në taksi, edhe ka fillu, do thotë e kam thonë çon finon vendin, edhe duke u thtu, thotë në një vend caktuar që është në Egjipt, edhe në cilin është ai varri i atij që i thonë Sayyidul Badawi. Pra është një i vdekur aty që njerëz do thotë adhurojnë ato vend të Allahut. Do është njëri i cilin e madhrojnë vend të Allahut subhanahu wa taala, madje i dhajnë cilësi dhe atribute që i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Edhe thotë duke kalu në për atë vend, thotë erdhi një lyps, edhe do thotë koronal kerri i taksisti, erdhi ai lypsi, thotë edhe kërkoi sadak me dhon. Thotë edhe ky taksisti i dha diçka. Mirë, po thotë ai lypsi çka vani tha ju betum. Në emën këtij Sayyid al-Badawi mi dhan më shumë. Thotë edhe kon, do thotë ata njerëz thotë është zakon, traditë që nëse dikush i betohet dikujt në emën këtij al-Badawis, atëra i zguxon me refuzuar ato. Për arsye se i ka lyp në emën të këtij. Nuk gëzon me refuzuar gjithçish do të më dhon. Sot i lyp do të më dhon, nuk gëzon me refuzuar. Për arsye se thonë nëse nuk i jep, atë llogaritë që nuk e ka kry hakun ndaj ose ka respektuar emrin e atij, u betu në emrin e atij, s'pe plotson hakun ndaj tij, edhe friksohet që mos pagodet ai ndonjë prej fatkeqësive. Po edhe ky që u hyp në taksi, po ka qenë prej atyre që kanë realizuar tauhidin me lejen e Allahut, edhe ka qenë zonzdije, do në hoxh. Po edhe i ka thonë atij personit që ka lypset, ama ata që ata kë shoferi, taksist. Po edhe ai ka thonë tu menu që ky pi jap më shumë, se pi lyp në emën Tina Sayyid al-Badawi, pi lyp në emën tina. Ja, tash ti po më marr këto që më i dhon më shumë, çaj sot i lypi. Mirë, po ky ja ka marrë dhe ka thonë për arsye se e betun ato, nuk e betun Allahun, mos ka më dhon kurrë. Ka se e betun dikon tjetër veç Allahun dhe kjo është shirk. Nuk të dhomo asnjë cent. Edhe çka ka bëu thot në atë moment, ai taksist, ai shoferi i taksit thot në fytyrën tina ka kapluar një frikë e madhe. Edhe vazhdimisht ka thonë ustur, kjo është një fjalë që do thot ai u ka drejtu, do me lutje Sayyid al-Badawi, me këtë fjalë ustur na mbulo, do thot na e fal këtë gjuna, na mbulo këtë mëkat. Thot edhe vazhdimisht ka, edhe pse vazhdoi me esa kur nuk u nal, veç këtë fjalë ka thonë. Ustur, na fal këtë gjuna, na mbulo këtë gjuna, se nuk ja dha hakun. Edhe tha, pi thomën e kuj pi drejtohesh me këto fjalë? Thot pi drejtohen atij Badawis. Po pelos ata dhe pi foli që më na mbulu dhe më na fal këtë gjuna. Por arsye se nëse nuk na fal atëherë, komë na godit diçka. Na kena merituar dëshkimin, edhe komë na godit ndonjë fatkeqësi. Komë na godit me një, pse na kena nënçmuar ato. Ky na u lut, na kërkoi neve në emën tira, na nuk i dhan, e kena nënversuar dhe kena nënçmuar ato, atëherë ai tash veç pete kur na godet me një fatkeqësi. Që ata pelos që më na mbulu këtë gjuna dhe më na fal. Po ka pse fal frikë të madhe ka pa në zemrën e tina. Thot tregon këllot që na shku me 100 km larg vendit, edhe ai vazhdimisht hala ka vazhduar me thon ustur se ka menuar që edhe më shumë se 100 km ai ka mundësi që nëse nuk ja fal gjuna, nëse nuk ja mbulon këto me godit me ndaj fatkeqësi. Thot edhe që masi mbrejtën në atë vend ku ka pas ky me shku me taksi, thot ju ka drejtuar aty, ai ka thon a pse ato që pretendove ti që ai mundet me na godit me ndaj fatkeqësisë, na goditi kurrë. Ku është kjo që pe adhuron vend të Allahut edhe pe lut vend të Allahut që ai më na nëse nuk bojnë ashtu ai ka më bë me neve kështu në këtë mënyrë?
thot ai mos e u shliru, do thotë e ka lëshuar frimarin, se u kon vazhdimisht në presion, në stres, që mos më godet në fatkeqësi, thot esenca dhe origjina e ky Said ibn Bedwi është butësia dhe do thotë vend përbajtja, nuk na dënon se është i butë, është i mëshirshëm. Prapse do thotë nuk u bind. Prapse nuk u bind. Edhe pse se shehu nuk po tregoj këto nat kuptimin, atë që shikallzojnë disa ato ngjarjet që i mushin desën me ngjarje mirë, po vetëm po tregoj se është njëri i besueshëm që ma ka tregu këto dhe më ka thënë se si njerëz do thotë e kanë frikë, me frikë të fshehtë dikon tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. E kjo është gjendja çdo ku i cili do zemra tina u lidh me dikon tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. E këto e gjojnë shumë të njerëz të bestëtë të ata që thotë e adhurojnë dikon tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Pavarësisht është ky bedevi apo është dikush tjetër për i vdekurit. Pra friksohet që ai mundet me godit këto, mja çu një dëm ose një fatkeqësi, nëse dikush betohet në emërtina dhe kë nuk ja plotson dëshirën, nuk ja plotson kërkesën. E kjo është pra frika e fshehtë. Allahu subhanahu wa taala tregon për këto në surën An'am ajetin 81, ku thot i tregon fjalët e Ibrahimit kur i drejtohet atyne, cilët i kanë adhuruar gjëra tjera me të Allahut dhe e kanë kërcënu Ibrahimin që nëse nuk nalesh me ofendu zotat ton, ata kanë më të godit me diçka. Po gjithmonë kanë besuar kështu mushrik pagan. Kanë besuar që nëse njeriu i ofendon ose i shon zotat e tyre, ata kanë më godit, ose nëse thotë që ata s'kan kurrë mundësi dorën e tyre, s'kan asgjë, do thotë fuqi ose pushtet dorën e tyre. Çfarë thot Ibrahim alayhis salam, thot: "Wa kayfa akhafu ma ashraktum bihi." "Wa kayfa akhafu ma ashraktum wa la takhafuna annakum ashraktum billah ma lam yunzil bihi alaykum sultan." Thot, çysh ka mundësi që unë më friksu atyre gjërave që jo po ja shoqëroni Allahun në adhurim. Kurse thot ju po i bëni shirk Allahut dhe s'po friksoni. Apo kërkoni pjesë që unë më friksu atyre gjërave që po ja adhuroni me Allah. Çka thon fond Ibrahimi? Fa ayyul fariqayn haqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Cili prej neve dy grupe është që meriton më shumë sigurinë, nëse jeni njerëz që mendoni edhe dini. Pra nuk po i bëj shirk Allahut, ju po i bëni shirk Allahut edhe po kërkoni që unë më friksu atyre zotave që po ja adhuroni me Allah. Ajo nuk po i friksoni Allahut, s'po i friksoni Allahut që po i bëni shirk atij. Por gjithmonë ka qenë kjo frikë e mbjellur të adhurues ose të mushrikët të pagan të tjerë që kanë adhuruar do thotë gjëra ose persona tjerë vend të Allahut, zota tjerë vend të Allahut. Për arsye se zemrat e tyre janë të lidhur me këta zota, me këta të adhuruar. Ai friksohen me këtë frikën e fshehtë. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala tregon në surën Hud ajeti 54 që populli i Hudit i kanë thonë atina, po pasi ky ka filluar me i thirr tauhid dhe milon adhurimin aty në idhujve tjera që i kanë adhuruar me Allah. Çka nga thonë këta inna qulu illa taraka ba'd alihatina bisu. Po na po themi që ty të ka godit ndonjë pikë ty në zotave tonë me një të keqe. Pasi ke filluar ti me ofendu ata me shatër të ka godit me diçka të keqe. Po të ka godit me ndonjë smundje në mendje ose në trup e kështu me radhë dhe s'po din çfarë e ka thu. Ja ke nisë me fol keq për zotat tonë. Po e kanë friksuar aty në që ata mundën me të godit me diçka për fatkeqësive apo për të këqive. Edhe kështu kanë vepruar gjithmonë adhurues e varrave. E kjo padyshim që është shirk i madh. Dhe kjo është ai lloj frikës që nëse dikush e ka për dikon tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, përveç Allahut subhanahu wa taala ka bërë shirk. Edhe ka dalë prej fesë. Kurse ka edhe lloje tjera të frikës, të cilat janë të lejuara, për shembull është frika natyrore. Kur njeriu për shembull i friksohet shkaqeve të zakonshme në këtë jetë, për shembull i friksohet ekërsirave, i friksohet armikut, i friksohet dikujt pi njerëzve që mundet me godit me të keq, i friksohet për shembull zjarrit, ose një akrepi, ose një zharpni që mundet me hangër, ose i friksohet pushtetarit nëse është zullumçar, diktator që mos i bën diçka keq. Domthonë ky lloj frikës është frikë natyrore edhe nuk e pakson imanin. Për arsye se është lloj frikës që Allah subhanahu taala e ka brumos në shpirtin e njeriu. Dikush friksohet më shumë, dikush më pak, dikush është më trim, dikush nuk është aq trim. Mirë, po gjithkush friksohet për diçka. Kjo është frikë natyrore dhe kjo nuk e pakson imanin. Qysh tregon Allah subhanahu taala për Musën, masi që ka vrarë personin, edhe kanë filluar, do thot paria e Egjiptit me kërku Musën që me vrarë. Thot tregon Allah thot fa asbaha fil madinati khaifan yatarqab. Thot edhe
do të ka fillu, masi u bo mëngjesi, ka fillu me hulumtu, me këshyr apo lypin, do të paria, policia e shtetit faraonit, do të edhe ka pas frikë, do të ka hulumtu duke pas frikë. Kjo është frikë natyrore, do të që nuk njeriu nëse ka këtë frikë nuk llogaritet që ju ka paksu iman. Është edhe një lloj i frikës që nuk ka shirk, as do të thotë nuk është frikë natyrore, mirë po është frikë haram. Është ndaluar me pas këtë lloj frikës. Po kjo është lloji i tretë i frikës. Për arsye se frika ka 4 lloje. Këto janë 3 lloje. Një lloj i tjetër që e thonë dietar thonë është frika e adhurimit. Mirë po, çu thon, frika e adhurimit është ajo që e përmendëm më lart. Disa e ndajnë, frika është e fshat, edhe frika e adhurimit, frika e ibadetit. I ndajnë këto 2 lloje. Mirë po nëse e lajna, do thot frikën e fshat që është frika e adhurimit, atëherë do thot mbesin 3 lloje. Kurse 4 lloje janë nëse thonë është frika e fshat që e bojnë këta adhurues të varrëve ose çdo kush e adhuron tjetër përveç Allahut, që friksohet se ai Zoti që adhuron me Allahut ose dikush tjetër mundet me godit me një të keq, ashtu siç e godet Allahu, atëherë kjo frikë e fshat edhe është shirk. Mirë po është edhe frika e adhurimit. Me cilën ne për shembull adhurojmë Allahun me atë frikë. Po thotë Allahu khafuni, me keni frikë vetëm mua. Kjo është lloj frika e adhurimit, edhe kjo nuk lejohet me kushtu dikujt tjetër veç Allahut. Pra vetëm për Allahun do të jetë kjo frikë. Edhe lloji i tretë ose i katërt po themi është frika që nuk është shirk, po sigurisht ajo para, nuk është shirk i madh, as nuk është frikë e lejuar, mirë po është haram, është ndaluar pas këtë lloj frike. E kjo është kur njeriu ka frikë dikujt për krijesave në kryerjen e ndonjë prej obligimeve të Allahut. Për shembull, me fal namazin. I friksohet që nëse fal namazin dikush prej njerëzve mundet, do thotë mi shkaktu diçka ndam. Edhe e lën namazin. Ky lloj i frikës është haram, është ndaluar. Po njeriu nuk bën shirk, mirë po bën gjuna. Ose në ajo durim tjetër. Nuk bën shirk, mirë po bën gjuna, edhe një gjuna të madhe bën. Për arsye se çdo gjë që çon në haram është haram. Edhe në këtë rast, kjo frikë po çon ty në haram, pra me lënë adhurim për adhurimeve të Allahut, prandaj edhe kjo frikë është haram. Allah subhanahu wa taala për këtë lloj frike tregon në surën Ali Imran ajetin 173, kur tregon për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që masi që ka përfunduar betejë e Uhudit, edhe ju nda në mënyrë të barabartë, në fillim kanë fituar musliman, pastaj mos ju ndon mas plasjes luftës, është kthy gjendja kundër tyre, do thotë janë vrarë shumë prej tyre, kanë fituar mushrikët, kanë fillu, do thot grupet e mushrikëve prapë më të bu musulmu dhe një herë musliman. Dhe çka thot Allah, tregon thot alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Kur i lavdron shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot janë ata cilët njerëz ju thanë që kanë fillu ata më të bu prapë, edhe marrë musulmu dhe një herë, prandaj keni frikë. Tot ju ne atyne. Thot ata nuk i kanë tut atyne, mirë po çafe zadehum imana, ja kanë shtuar më shumë imanin, besimin kjo. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Kan thonë na mjafton neve Allahu, edhe sa mbrojtës i mirë është ai. Sa kujdestar i mirë është ai. Edhe përkundrazi musliman nuk i kanë friksuar mirë, po këta kanë shkuar dhe i kanë sulmuar ata. Nuk kanë pritë që ata marrin sulmu. Mirë, po këta janë konsoliduar, janë bashkuar ashtu në forca, çfarë kanë pasur dhe kanë shkuar i kanë sulmuar dhe i kanë përzon krejt për Medinës. Pra Allah këtu po tregon, pastaj mas kësaj Allahu po zbret këtë ajetin që thot fela të khafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Mos i keni frikë atyne. Mos u friksoni atyne mirë, po me keni frikë vetëm mua nëse jeni besimtar. Pra obligim për juve është mi luftu ata. Ja mos t'ju ndaloj juve për kësaj lufte frika ndaj tyre. Kështu po ju drejtohet Allahu shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mos t'i ndaloj me kry këtë obligim frika ndaj tyre. Edhe për këtë arsye ata do thot kanë shkuar dhe i kanë sulmu. Kanë shkuar dhe i kanë sulmu. Për arsye se shejtani ka ardhur edhe ka dashur mi friksu shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me mbjell frikë në zemrat e tyre. Prandaj në këtë kontekst ajete të tjera thot inna ma dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ahu. Kjo është shejtani që po don juve me mbjell frikën që ju më pas frikë mes të tina pra për ju besimtarëve. Shejtani thot po do më mbjell këtë frikë. Fela të khafuhum, jo mos ju friksoni aty. Po mos e friksoni edhe me lënë luftën.
mos më luftu kundër tyre. Wa khafuni mirë po më friksoni vetëm mua, in kuntum mu'minin nëse jeni besimtar. Po kjo lloj frikës, nëse çon me lën, pra detyron të shil me lën në obligim be obligime të Allahut, e çush ka qenë do të thonë në rastin e betejës të Uhudit, që ka qenë lufta, xhihadi, që kanë pas obligim, atëherë ka thonë që nëse e lëni për shkak të frikës keni bërë haram. Pra ky lloj frikës nuk lejohet. Është haram. Por arsye se ky lloj frikës çon edhe rezulton me humb një prej obligimeve të Allahut subhanahu wa taala. Me humb edhe me do thot me lënë musliman me praktikë një prej obligimeve të Allahut subhanahu wa taala. Mirë po prapë themi se ky lloj frikës nuk është shirk, por nuk është frikë e fshehtë, që është ata të fortë që i përmend. Nuk është frikë e fshehtë, mirë po është frikë, nuk është frikë e fshehtë sekrete, mirë po është frikë e hapur, e dukshme. Prandaj nuk lejohet, kjo lloj frikë është haram pe harameve. Po këto janë tri lloje qarta dhe të njohura të frikës. Edhe me këtë do thotë ne e kemi përmbledh çështje që kanë bëjnë rreth llojeve të frikës. Pra që është thamë disa prej këtyre llojeve ose një prej tyre është shirk, e disa ose një lloj tjetër nuk është shirk. Prandaj kërkuesit e dijes, ata që doin me mësuar rreth tauhidit dhe shirkut, do të më bëjë dallim mes këtyre llojeve të frikës. Lyçë që me ditë, me pas dije, por meseles ata dinë me perfekcionu edhe me sqaru mirë këtë mesele. Po mos me mendu që një lloj frikës është shirk, ajo nuk është shirk në realitet. Ose ai lloj frikës që është shirk mos me konsideru si shirk. Në këtë mënyrë do thotë me përzi meselet edhe do thotë me mos më sqaru njerëzve, edhe do thotë edhe për njerëz me kone pasqartë se çka është shirk e çka nuk është shirk. Pra frika është adhurim i zemrës. Edhe që burimin e ka te zemra. E nganjëherë ose në shumicën e rasteve, pra efekti edhe ndikimi i frikës shfaqet edhe në gjymtyr. Po nganjëherë efekti edhe ndikimi i frikës shfaqet edhe tek gjymtyr. Kurse burimin e ka në zemër. Pra frika është adhurim i zemrës. Prandaj në ky lloj i frikës, nëse është frika e adhurimit, nuk lejohet me ia kushtu dikujt tjetër veç Allah. Nëse ja drejton dikujt tjetër veç Allah këtë lloj të frikës, atëherë ke bërë shirk, edhe ai i cili e vepron kështu është mushrik. Pastaj vazhdon autori thotë: "Wa dalilu ar-raja qawluhu ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Po të argumenti i shpresës. Para se me kalu te kjo, është edhe një mesele të frika. Po çaj përket frikës ndaj Allahut subhanahu wa taala. Frika ndaj Allahut, e cila është frikë e lavdruar, është ajo frikë e cila bëhet pengesë mes teje edhe mes gjinave, mes mëkateve. Por është frikë e cila ty të nxit, motivon me bë vepra të mira. Me krye obligimet e Allahut subhanahu wa taala dhe me shtu tjera vepra të mira. Edhe gjithashtu mund nalë edhe mi braktis gjunat, ndalesat e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është ajo frikë, do thotë cilën e lavdron Allahu subhanahu wa taala, edhe cilën e kërkon Allahu për neve. Mi po frika e cila mbjell në zemrën e njeriu, pra me humb shpresën te Allahu, me humb shpresën në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Kjo nuk është frikë e lavdruar. Pra Allah nuk kërkon si lloj frike për neve, na me pas këtë frikë për Allah subhanahu wa taala. Pra do njerëz aq shumë, do thotë ja dhojnë anën e frikës ndaj Allah subhanahu wa taala, saqë dëshpërohen, demoralizohen edhe i lajnë këtë adhurimet. Ja thonë Allah kur s'na fal neve. Çaj shumë gjëna që i bëjnë. Po kjo nuk është lloji i frikës që e kërkon Allah subhanahu wa taala prej neve. Frika që e kërkon Allah subhanahu wa taala prej neve është frika e cila ty të nxit me bë punë të mira. Për arsye se përmes punëve të mira ti do thotë ruhesh prej asaj që i friksohesh, pa për ndëshkimin të Allahut. Edhe frika e cila ty të largon prej gjunave, prej mëkateve. Për arsye se është, do thotë, nëse ti e ke këtë lloj frikës, atëherë friksohesh me bë mëkate me të cilat do thotë shkakton hidhrimin e zemrimin e Allahut. Kurse frika që ta humb të shpresën në mëshirën e Allahut, në faljen e Allahut subhanahu wa taala, edhe ndihmën e Allahut, këtë frikë do thosh frikën e shmuar, nuk e kërkon Allah subhanahu wa taala këtë frikë. Pastaj vazhdon autori thotë argumenti për shpresën
Pa rraja, shpresa që është prej adhurimeve të Allahut subhanahu wa taala, janë fjalët e Allahut në surën Kaf, ajetin 10. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sot ai i cili e shpreson takimin me Zotin e tij, atë le të veproj, le të bëj punë të mira, le të bëj vepra të mira. Edhe mos t'i bëj shirk Allahu subhanahu wa taala Zotit e tij në adhurim. Mos t'ia shoshoj askënd në adhurim Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu dhe shpresa është adhurimi i zemrës. Po çka është shpresa ose rraja? Shpresa është kur njeriu dëshiron me arrit diçka cilën e don. Pra në fat shkurt, pra don me arrit shpejt, ose shpreson me arrit larg, mirë po prap do të llogarit sikur më kanë e afër. Kjo është shpresa. Po kur njeriu dëshiron me arrit diçka cilën e don. Edhe kjo është adhurimi i zemrës. Realiteti i shpresës është që ti shpreson, lakmon, dëshiron me arrit diçka cilën do thotë e kiqe e dëshiron. Prandaj, nëse kjo shpresë është për dikon për njerëzve dhe për një gjë që ai është në posedimin e tij, edhe ka mundësi me ndihmu, atëherë kjo është shpresë natyrore. Por që Allah subhanahu wa taala ka mbjellë në natyrën edhe në veten e njeriu, nefsin e tij. Për shembull i thu filan dikujt, shpresoj që ti më prezantu nesër, pra në mbledhje. Ose i thu shpresoj që ti më vepru kështu. Kjo nuk është shpresë e adhurimit, edhe nuk ka të keqe mi thon kështu person. Nuk është shpresë e ibadetit, nuk është shpresë e adhurimit, edhe nuk ka të keqe mi thon kështu njeriu për një gjë që ai ka mundësi me ta kryej. Lloji i dytë i shpresës është shpresa e adhurimit. Edhe kjo është me shpresu te Allah subhanahu wa taala, me dëshiru, me lakmu që Allah subhanahu wa taala më don diçka, cilën te e dëshiron dhe cilën nuk e posedon apo nuk ka mundësi me ta kryej dikush tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Për shembull, shpreson te Allah subhanahu wa taala me shëru dikon për smutëve, për familjarët tu që është smut. Shpreson te Allah subhanahu wa taala shumë që ai ka më ta shëruar ato. Ose me shëru vetë ty. Ose shpreson te Allah subhanahu wa taala që me të shtin xhenet, edhe me mbrojt prej zjarrit të xhenemit. Ose shpreson te Allah subhanahu wa taala që mos më të godit me një fatkeqësi, me një sprovë. Ato edhe lloje ndryshme të shpresave që ne i kemi për Allahun subhanahu wa taala. Nuk ka mundësi që këto gjëra mu shpresu dhe mu kërku pi dikujt tjetër përveç për Allah subhanahu wa taala. Prandaj kjo është kuptimi i shpresës të adhurimit. Po me shpresu te Allah subhanahu wa taala për gjëra që vetëm ai ka mundësi me ti plotësu ti. Ja nëse ti këtu gjëra i shpreson pi dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, atëherë ti ke bërë shirk. Atëherë ti ke bërë shirk edhe ke dalë prej fesë të Allahut subhanahu wa taala. Po besoj me kuptohen që shpresa është dy lloje, pra shpresë natyrore, e cila nuk është adhurim, dhe shpresa e adhurimit. Qëllimi me shpresën që e përmend autori kuptohet është shpresa e adhurimit. Pra argument që shpresa e adhurimit do t'i kushtohet vetëm Allah subhanahu wa taala janë fjalë në surën Kaf, fjalët e Allah subhanahu wa taala, ku Allah po thotë: "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan." Ai cili shpreson, shpreson takimin me Zotin e tij. Atëherë le të bëj vepra të mira. Po vepra të cilat kanë argument. Ai të bëhen sinqerisht për Allahun. Prandaj thotë: "Wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Edhe në adhurimin e Zotit të tij mos ia shoshoj askën tjetër. Po çish po kuptojnë për këtë ajeti që shpresa është hyn në definicionin e adhurimit. Po sa i përket argumentet që e sjellë autori për frikën e kuptuar. Kurse për shpresën, çish e kuptojna, pra është ai lloji i dytë, vërtet lloji i parë i argumentimit. Pa argumentimi i përgjithshëm. Ajo është se Allahu subhanahu wa taala këtu po i lavdron ata njerëz që e kanë këtë lloj shpresës. Pa ata që e shpresojnë takimin me Zotin e tij. Edhe për shkak kësaj shpresë bëjnë vepra të mira, dhe nuk i bëjnë shirk Allahu subhanahu wa taala në adhurim. Pa Allah subhanahu wa taala po tregon se ky lloj shpresës është një gjë e lavdruar, një gjë që i lavdron edhe don Allahu subhanahu wa taala. Po përderisa Allah ka lavdruar këtë lloj shpresës, edhe ka lavdruar atë person i cili në zemrën e tij ka këtë lloj shpresës, atëherë kjo tregon se Allah subhanahu wa taala është i kënaqur edhe don këtë lloj shpresë. Është i kënaqur edhe don këtë lloj shpresë. E përderisa Allah është i kënaqur edhe don këtë lloj shpresës, atëherë kështu e kuptojna që kjo lloj ose kjo shpresë është
hyn në përkufizimin apo definicionin e adhurimit që e përmendëm më lart. Për arsye se adhurimi është emër përmbledhës për çdo gjë që Allah e don edhe është i kënaqur me të. Edhe këtë lloj shpresës Allah po e dojka, edhe koka i kënaqur. Po vetë teksti i ajetit po na tregon se vërtet kjo lloj shpresës, pra shpresa e adhurimit është për aty në gjëra të cilat Allahu i don ose i lavdron ata të cilët e kanë këtë lloj shpresës, ose i lavdron vetë këtë lloj shpresës, edhe përdesë është e këtilla atëherë Allah subhanahu taala po e dojka, edhe koka i kënaqur me to, dhe është adhurim që do të kushtohet vetëm Allahut subhanahu wa taala. Prandaj kurse sa i përket kuptimeve femen kana yarju liqa rabbih, ai cili e shpreson takimin me Zotin e tina, kjo liqa, kjo fjala takim është komentuar, interpretuar në mënyra ndryshme pe dietarë. E para është po qyshe na e përkthym, ai që shpreson mu taku me Zotin e tina. Disa dietarë ka thonë qëllimi është ai i cili shpreson mu ballafaqu, me dojt për ball Allah subhanahu taala. Kurse disa tjerë kanë thonë qëllimi është ai i cili shpreson me pa Zotin, me pa Allah subhanahu taala në xhenet. Këto do thotë interpretime të sakta. Këto janë interpretime të sakta. Pra cilat tregojnë se kushdo që shpreson me taku Allah subhanahu taala, mu kthy te ai, edhe shpreson me pa Allahun subhanahu taala në xhenet, po mu taku edhe me pa Allahun subhanahu taala në xhenet, atëherë le të bëj vepra të mira dhe mos të i bëj shirk Allahut subhanahu wa taala në adhurimin e tij. Pastaj do të më di që edhe shpresa ndaj në Allahun subhanahu wa taala është shpresë e lavdruar, është shpresë e nënshmuar ose pa pranuar. Shpresa me cilën na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala, e cila është adhurim dhe me cilën thotë Allah është i kënaqur, është ajo shpresë e cila ty do thotë nxit. Ti inkurajon me bë punë të mira, edhe ti shpreson që Allah më t'i pranu këto punë të mira me shpërblim për këto punë të mira, për këto vepra të mira. Gjithashtu është shpresa e cila ty nxit, ti inkurajon mu pendu pi gjinave, pi mëkateve dhe me shpresu në Allah që me të ta pranu pendimin. Kjo është shpresa e lavdruar, kjo është shpresa me cilën është i kënaqur Allah. Mirë, po shpresa e cila është pa vepra. Po vetëm shpreson te Allah subhanahu taala që komu fal, as vepron kurrë. As nuk bën vepra të mira, as nuk pendohesh pi gjinave. As shpreson që Allah ka më shpërbly